Specialistët e qarkullimit rrugor në Drejtorinë Vendore të Policisë së Florës arrestuan në flagrancë një 26 vjeçar, pasi më datë 4/4/2025 në rrugën Murat Tërbaçi, duke drejtuar automjetin tip Ford, ka aksidentuar një 61 vjeçare, banuese në Vlorë, e cila u transportuar në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës referuan materialat në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 38 vjeçare, banuese në Tiranë, e cila dyshohet se ka shqetësuar në mënyrë të përsëritur një shtetase nëpërmjet thirrjeve telefonike. Gjithashtu një 54 vjeçar, banues në Kavaj, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një tjetër shtetas, i cili pretendon se përmes mashtrimit i ka marrë automjetin me premtimin për ta blerë, por nuk ka kryer pagesën. Ndërkohë në fshatin Bërdenesh Sarand ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale, dyshohet arrest kardiak brenda ambienteve të stacionit të pompave të ujësillësit një 54 vjeçar, punonjës i stacionit. Grupi hetimor po vjen punë për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Materialet i referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.